Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, Allahun e falënderojmë, paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej çështjeve që dëshirova ta shëroj në këtë takim me ju është fillimi i Islamit ishte me njerëz të pakët në numër, që mund të numëroheshin në gishtat e dorës, që sot është numri 1.500.000.000 musliman. Dhe ky zhvillim tregon se njerëzit e pranojnë këtë fe, dhe se njerëzit kënaqen me këtë fe, dhe se njerëzit përfitojnë nga kjo fe. Përndryshe zhvillimi nuk do të ishte i këtill, edhe për skej tentativave, ofanzivave të vazhdueshme për ta ndalë hovin e përhapjes së kësaj feje dhe për të penguar zhvillimin e kësaj feje. Sidomos në këtë kohë të fundit ne jemi dëshmitar të fushatave të lloj-llojshme dhe të një pas njëshme për ndalë hovin e përhapjes së fesë islame dhe simboleve të fesë islame. Duke përmend rastin e ndalimit të minareve në Zvicër, rastin e ndalimit të mbulesës islame ferregjës në Francë e në Belgjik, e mbulesës islame në Francë edhe në shkolla, e pastaj etiketimin me fundamentalizëm, ekstremizëm, terrorizëm islamik të muslimanëve të caktuar, pa ndonjë fakt dhe argument, dhe për të ndërlidhur disa gabime të individëve me origjinë muslimane me fenë islame që nuk lidhen detyrimisht njëra me tjetrën, mirë po përsëri jehona e përhapjes së fesë islame është e madhe. Dhe për këtë shkak në Zvicër ki mbi 30.000 zviceran të konvertuar në musliman, në Gjermani ki çdo vjet nga 6.000 e më tepër gjerman që bëhen musliman. Në Amerikë për vitin 2001 dhe 2010 ki mbi 1.500.000 Amerikanë që janë bërë musliman. Domthon statistikat janë prej vetë burimeve të informacionit të Evropës, nuk janë prej burimeve të informacionit të muslimanëve. Dhe kjo neve shqiptarëve, muslimanëve shqiptarë duhet na jep një gjë të kuptojmë se feja islame ka vlera dhe për këtë shkak ata e pranojnë këtë fe. Dhe është zgjidhje për shumë probleme që ata i kanë. Andaj edhe na të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar shikues, duhet të krenohemi me këtë fe dhe të mburemi, sepse ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ketë peripeti dhe vështirësi, dhe ka thonë bedel islamu ghariba wa sayudu ghariba fathuba lil ghuraba. Ka filluar islami si i huaj yabanxhi në kohën në fillimin e vet dhe do të ketë momente kur do të trajtohet si i tillë. Mirë po xheneti qoftë për ata njerëz. Dhe pastaj kur janë përshkruar këta njerëz kanë thonë alladhina yuslihuna ma idha afsada an-nas, ata që përmirësojnë atë që e prishin njerëzit, ata që përmirësojnë kur njerëzit prishen. Andaj kjo është cilësia e muslimanit, mundohet të përmirëson dhe të korrigjon atë që njerëzit e prishin dhe dëmtojnë. Dhe njerëzit sot vetë njeriu është faktor i shkatërimit të shumë gjërave të dobishme me interes global dhe të përgjithshëm. Andaj muslimani dhe mësimet islame janë ato që neve na ndihmojnë që të jemi të dobishëm për rrethin ku gjendemi dhe të përmirësojmë atë që e prishin njerëzit. Për këtë shkak, i nderuar i vëllai dhe nderuar motor, mos u brengos. Ardhmëria e islamit është, është në zhvillim në sipër. Ardhmëria e islamit është lajm që i gëzon të gjithë njerëzit e mençur dhe është i rëndësishëm për përparimin. Bile më kujtohet tani në Rusi, një prift ortodoks rus që është bërë musliman e deklaron vitin e kaluar dhe thotë prej mënyrave për shpëtue Rusin nga vdekja e bardhë, nga mortaliteti i madh, është hyrja e rusëve në islam. Pse? Se një pjesë e madhe e rusëve vdesin nga shkaku se ata shumë konsumojnë alkohol, edhe atë alkoholin e rënd, sikur se është vodka, dhe dimri është i fortë dhe i madh, dhe ata shtrihen për tokë nga shkaku i dehes dhe vdesin nga ngricat e mëdha që ndodhin aty në ato vende. Dhe thotë Islami është ai që ndalon konsumimin e alkoolit dhe me këtë na kur të bëjnë musliman nuk do të konsumojmë alkool dhe do të metemi me numër aq sa ka nevojë Rusia për qenë një fuqi e caktuar në këto raporte globale të botës. E përmenda si shembull, jo për me e potencu, mirë po se njerëzit e mençur vazhdimisht mundohen me e kthy rolin e Islamit në jetën e tyre për të mbrojtur ata ekzistimin e tyre biologjik, a mos flasin për dobi të tjera. E neve si musliman nuk duhet as pak të brengosemi e as të kemi kompleks inferioriteti, përkundazi duhet jemi krenar se na jemi ata që kontribuojmë për të mirën
e këtij popullit dhe këtij vendit dhe këtij kombi, domethënë pjesëmarrja e fesë islame në zhvillimin e kombit tonë është e madhe dhe nuk mund të injorohet e as të zhduket me llafet dhe muhabetet që i bëjnë dikush në forume të ndryshme apo në emisione debative. Zoti ju shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.